Ja ku erdhëm dhe na është bashkuar në këtë pjesë programit profesor Sazan Guri. Profesor, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Ka nisur banari i librit dhe si çdo vit i jep pjesë e tij me botime të reja, me studime të reja, siç është një prej tyre që ti e ke thënë edhe më herët, me thënë drejtën, po tani e ke përmbledhur edhe në një libër. Sa i përket gjuhës shqipe dhe asaj deklaratës që sa herë që ti e thua bëhet nami kudo që anglishtja është një dibrançe e folur keq. Pra, ti thua që anglishtja ka zanafillën në zbërtimin e gjuhës shqipe. Dhe gjuha shqipe është zanafilla e shumë gjuhëve të tjera të botës, apo jo? E nisim si ke dalë në këtë përfundim? Po, unë kisha 20 vjetë që mësoja anglisht. Edhe kam qenë dhe një kohë që mësoja dhe tjerët, inxhinierët e naftës në vitet 80, ju kam mësuar anglisht. Nga jo që e zotrova që në gjimnas, dhe e kisha me pasion, flisja anglisht, kur je në i të uaj, në vitet 80 që nuk lejohesh. Por dhe në universitetet së ndaj përktheja librat e profesorëve të gjeologjisë në anglisht, kur dora njët inxhinier, ishte një nga armët e mia më të forta, e dia, foreign language is a weapon in the struggle of life. E dia këtë, që nga gjimnazi. Që një gjuhë e uaj është një armë në luftë për jetën. Edhe 20 vjetë dhe kështu fillon dhe libri, 20 vjetë që mësoj anglisht, po s'më kishte shkuar në mendja, që në qoftë se jo vetëm anglishtës, di dhe frëngjishten, di dhe italishten, dhe gjermanishten nuk e dija, po e mere me mend, po edhe thosha që gjuhëve të perëndimin, qoftë që i heq rrokin e 4, i heq rrokin e 3, edhe të dytën, rroka e parë nuk ekziston në atë gjuhë. E këtë e zbulova. Nuk ekziston. Për shembull, qoftë që kemi fjalën principat, princip, principal. Dhe qoftë që e këto roket mbrapa, ajo e para pri nuk ekziston në frëngjisht, në anglisht, në primar, për shembull. Prinder, pra edhe në shqip, prinder, është një rok që pri, që të tregon rolin që uleq, që lidz, ata e kanë lidz, nuk e kanë pri. Parents e kanë ata. Parents i parë, prap, bukur e kujtove vetë, i parë. Edhe kur vete goca që martohet tek, për shembull, nusja ime kur martua, ku është nusja pas një muajsh, ka shkuar në të parë. Në të parë do të thotë ka shkuar ke prindrit, ke gjyshit, ke kushërin, parë. Edhe prandaj e thonë the parents, ose le paro në frëngjisht. Po në qoftë se i thua le paro, ato e të bie në frëngjisht, atëherë parë nuk ekziston në gjuhën frënge. Paris inter pares në latinisht, i parë ndër të parët, po unë e kam i parë, ata e kanë primo, edhe primo, ajo që prind në numra, pri, pa ata e kanë primo, nuk e ka latinishtja pri. Si ta dallojmë etimologjinë shkencore nga kjo rrokullisja e fjalëve? Jo se rrokullisje, fillon logjika, fillon fjalia. Edhe jo rastisht Iliada fillon me fjalën shqipe mëni e Akilit, Peleut e tjerë. Nuk fillon rastisht. Biblia jo rastisht fillon në filim. Se qofse marron fjalën në fillim, unë e kam fill. Fill është vazhdim, vazhdimsi. Nga fill vjen fil, vjen fis, leja bëhet sekullaj. Ne temi far and fis. Nga far vjen farmer, vjen farfar, vjen gjyshin në suedisht, i thonë farfar. Duhet shumë bukur e përqenë vërteta. Pa, mirë. Jo, po, shiko, atë edhe njerë pra, fillon logjika ndërtimi i fjalës me një rrenjë që quhet që ekziston vetëm në shqipe. Tash ku është e bukur për të qenë e vërtetë kjo? Kjo është e vërtetë. Është e vërtetë për të qenë e bukur. Por patjetër profesor. Si, atëherë, jo rastisht që në 42 skema të 42 shteteve që unë i kam mbledhur, jo rastisht të gjithë tonë të njëjtin gjë, që gjuha shqipe gjuha më e vjetër. Po 42 skema do të thotë 42 institute. Suedi, Danimarka, Austri, Gjermani, Itali. Ta e pohojnë, domethënë. Po si se pohojnë, 8500 vjetë. Bile për ne e thamë parët. Ne e thamë të parët. Ne pak veta. E thamë që në vitet 2005-2006, libri im i parë është si të rrokim helenishten, latinishten, anglishten, pika, gjermanisht, italisht, spanjisht, që duash ti, nga pas, me gegnishten. Jo shi, me gegnishten. Edhe kanë në klapa. Krasimi i gjuhëve bia, që janë bia të gjitha këto, me gjuhën mem. Edhe merret një fjalë, shqip, kre. Bia, në kuptimin më me bi? Me bi, bi me gjuhët mem. Mem është gjuha shqipe, bia janë gjitha këto që i provon, i pjell.
A thua pediatri, me që vra fjala pjell. Po. A nuk I themi pjell në? Po. Me pjell. Po. Nga pjell nuk vjen pela, se pela pjell, nuk pjell kali. Atere pjella ime, pjella ime, I thua të fëmijës. Nga pjell vjen pedja në greqisht, vjen pediatria. Shkenta që me. Nga, pra, janë sa 2.300 Po si e bëjmë edhe me anglishtin? Birth? Po do vemi nga jetë kështë anglisht. Jo, okej, po të fjala shëtimore. Do vemi nga fjala fëmijë, mek, në anglisht. Mek? Mek. Ka umër gegnisht e mërë, ndër shqiptarët, edhe prandaj që ditë dhe djali. Anglisht fëmijë mek? McDonald, djali I Donald dhe Meku. Meku I thonë ata, I thonë kuksianët, dibranët, Mec, I thonë fëmijës, Mek, Mec, Voc. Voc? Po edhe Mek. Mek është mezi. Sepse emrat e kafshëve që njeriu I atërshëm, 8.000-10.000 vjetë, jeton dhe bashkë me kafshën. Jeton dhe në haur. Aty ku ande njeriu ande dhe kafshë, quhet haur, nga haur vjen house. Shtëpia, house. Pra, ky hauri ku jeton dhe ja një nga ato indo-europiane, Shqipja është e para, në gjallë lloj peme gjenealogjike. Po jo pak, unë I kam mbledh 42 tillët, që janë të 42 institutet dhe I fundit është Max Planck Institution në Amerikë, instituti më I madh gjyqësor që erdhi por legal I Zvicerian, vërtetoi me 230 shkencëtarë, me 33 disiplina, me ADN, gjuhë ADN njeriu, 10 vjet punë 2012-2022 dhe 2023 nxorën konkluzionin. Po cilë është hapi radhës, profesor? Pra si t'na njihet në kjo? Si t'na njihet? Si kam, po. Po pra, atëherë... Duhet ta njohim vetë herë, thua ti. Bravo, shishtu e ka. Fole mirë tash. Se ishe të fol gabim, orti Mike. Orti Mike, dhej. Sepse Mike, di branche, shkruhet Mik, lexohet Mike. Po. Shkruhet Shi, lexohet Shaj. Shkruhet Shuaj, shkruhet Shajn. Pra, se di branche... Se di branche Shiu ti thon Shaj? Po, Shaj, është uraj, aje Majer. Mirë, shkuan mirë, lexon Majer, si në anglisht, shkuan Manchester, lexon Liverpool. Pra, anglishtja, një gjuhë gegnishte, po nuk e thash gegnishte, se gegët e thonë si lexojnë Shkodra, si e shkuan lexojnë. Në sa Dibra, e shkuan ndryshe, e lexon ndryshe, dhe anglishtja shkuan ndryshe, por tingëllon shumë herë më bukur gjuha e pastër gegnishte me anë të Dibranches, apo Mirditorches, apo Marsis, apo se sa në anglisht. Mi po, nga jo që ti kërkon është koha e kësaj modernitetit civilizimit, që si ka qenë helenishtë, si ka qenë pelazisha 10.000 vjetë. 10.000 vjetë, nga viti 10.000 që kanë zirë ata, dhe në vitin unë nuk prita që në vinin latinët, në vitin 200 para Krishtit, e ti thoshja fjallës kre, edhe në libat tanë albanologjik, mësohet që fjalla kre vjen nga kreshtë e slavishtes vjetër. Pra, slavishtes vjetër në 650. Ate si unë dajta, e këte nga një ranë janë popli vjetër, popli linit me fara bulku, fara gruri e tjerë, popli 2000-3000 më I vjetër se sa fermerët zvicerianë. Por në kam farmer, farmaci, farmak, farefis. Pra, shoqar operatore lirë, tot Petrozhej për fjalët shqipe. Dhe kur është operatore lirë, unë e kam gjerunt, e kam biemër, e kam emër, e kam fat mirë. Si e ka lidhjen? Farë, bime, farë. Nga farë vjen farmacia, po farmacia nuk është me farë. Me farë është farmacia. Atër është me barna, atër thuhet barnatore, aji endriti nga Prishtina. I thot barna, se është me barë. Po I themi barit, pra. Nga barë barnatore. Pra, aman, farmacia është fjallë ndërkombëtare, po I ka bazën ke gjua shqipe, ke fjalla farë. I thoi gjyshit su e dish, farë. A I që je farë. Po nga gjyshi që dalin 5.000, këta bëjnë nga 5.000 edhe bjet fara dhe fisi. Se fisi tonë frëngjisht fill, i thonë, pasaj vjen familje, fimi, le, familje. Dhe sa gjuhë ke zbërthyër ti, profesor? 10-12 gjuhë, po. 10-12 gjuhë. Më falë, sa fjallë? 2300 janë fjallë një rokëshe, është libri pra dhe njërë. është libri 2300 fjallë një rokëshe, për shembull, fjallë një rokëshe A, ashtë, me një gërë. Fjallë një rokëshe... O a, o sa. O sa. Ne themi o. A, është A. Nga fjalla A, hunger.
I uritur në anglisht. I am hungry, sepse hunger. Po bëjnë sens, profesor, se duke që... Lera dhe shi, lera djallin. Jo, sens. Lera djallin. Diskutohet që për sens. Nga apet, April, Diqa shqecimi kam unë, profesor, diqa shqecimi kam unë bje shumë dakord me gjithë këto që thua ti, me gjithë këto që thoni ju, por çështja është mendoj që vërdall ka individ që edhe abuzojnë pak me këtë. Kupton dhe dashe pa dashe bëhen pak qesharak, disa individ. Besoj bjeni dakord me mua. Jo, nuk bëjmë, se bëhen qesharak pra aqë kohë sa ti nuk qesh për shkak të ignorancës që mos barazohesh ti me atë, që tu është unë jam ignorant, të di nga jo që, po jo ti personalisht. Ai personi tjetër, që qesh ai me atë tjetrin, jam dhe unë ata që qeshin, edhe ne jemi aq të mlej si njerëz, sa dim dhe i falim ata dhe. Sepse unë qofë se të bje një kulturë ty, lexuar mira libra anglisht, mira libra. Sepse të bësh një libër, do pak të 200 referenca në libra të tjera. Rasti juaj ky. 200 Po kej raste sa dushe dalin edhe flasin proç. Kuptojnë ata kuptojnë. Po ato po flas pra. Po, ka dhe ashtu që e shtyjnë mëtej urat e zjarit. Pra, urban, në gjuhën sumere, ban, gjithë të ura, qytet urban, që bëhet me ura, po su bëj qyteti me ura, atëherë nuk quhet qytet urban. Dhe unë i them edhe urë dhe ban, i kam në shqip që dyja, urë edhe ban. Ke ndonjë fjalë që nuk e ke zbërthyer dot? Ndonjë fjalë të anglishte që nuk e ke zbërthyer dot me shqipe? Ato është niveli im i sotshëm, është niveli im i sotshëm që nuk e zbërthej dot, po në jetë ardhme do një person tjetër do i zbërthej. Bëj pyetjen sepse them dhe ti që ti je duke punuar, po ndoshta ka një fjalë që ti je afër, po nuk po e gjen dot zbërtimin. Po, unë merrem me ato që di zbërthej. Se i thanë ata Ciceronit muzej një nga Prishtina ishte, tha, po psi thon se nuk e di dhe, psi nuk e di dhe, po unë paguam për ato që di tha. Edhe unë bëj ato që di, ato që kuptoj. Dhe kam marrë një fabull. Sa fjalë janë të zbërthyera deri tani? Edhe njerë, pra, libri para imi në 2005, 2300 fjalë një rokshë, thash A, thash ba, da. Shumë. Me 2 gërma, ba, da, ka me 3 gërma, nda, ka me 4 gërma, trung, cung. Pra këto 2300 fjalë, i madhi tjetër që është me shkollë. Unë i kam edhe me shkollë, edhe me lexime, edhe kam aftësim, edhe me aftësim, edhe me studiuar. Nësa një ma tjetër, zoti Nikola dhe edhe zoti Dalibej, këta futen shumë herë më thellë dhe kanë zbuluar, thonë që për shembull zoti Nikola thotë që të 2300 fjalë japin 25.000 fjalë të tjera ku kombinohen matematikisht. Pra u bën 25.000 fjalë një rokshë për gjuhën e Perëndimit. Tash që më sjell mua pashi unë nuk jam gjuhëtar, po ditë mbledh, ditë interpretoj. Këta e kam aftësi nga gjeologjia, që duke qenë një gjeolog udhëheqës në projekte, kisha shumë materiale që vinin nga disiplinat e tjera dhe ne gjeologët që ishim të parë në studime, dinim të mblidhim të përgjithëson, prandaj quhet kabineti i përgjithësim projektimit. Dhe unë kam qenë në këtë kabinet dhe do të thotë që mblidhte materialet e tjera, edhe ti bëje organizoje si arkitekt edhe bëje shpimin e pusit e tjera. Dhe tani që do thosha që për shembull, gjuha latine ka 25 një rokshë. Gjuha latine, kjo e madhe, kjo e civilizuar. Gjuha gjermane, 25 një rokshë. Gjuha greke, 35 një rokshë. Të sajat. Këte kam kapur. Gjuha latine, deri në vitin 200, shkruar shqip, nga 1200-300-500 para Trojës, deri në 200 shkruar etruskisht. Plakat etruske, 13.000 plaka shqip, mund t'i lexoj, sepse kam mësuar, jo se kam për shkollë. Profesor, fjalën njeri ose human. Po, një, vetëm ne e kemi, njeri. Po, human në anglisht? Human. Po, është fjera man. Mani është... Human. Edhe njërë. Human, pasaj parashtesa, pa që dushti pasaj parashtesa. Jemi ke man, i thonë burë. Man është njëri me mendje. I thonë menje, i ndritë. Njerëzit që lidheshin me... Po, menje. Se vetëm burri është i ndritur? Po, huja para, se kemi woman pastaj. Ka dalë mbrapa këto woman. Ka dalë mbrapa. Jemi ke men, i thonë... Kush ta që ka dalë mbrapa? Men është mendje ndritur, edhe prandaj quhet kraina e mani. Se dhe të fjala grua woman e ka men brenda. Po pra e ka, e kundërta e burrit. E kundërta, antiteza e burrit është, si punë e shqiponjës, që ka 2 krena, burr grua. Dritë, ersirë, djellë, hernë. Pra, kjo antitezë që ka dhe flamuri jonë, edhe jonë kotë që në 1913, kur nuk në njohën si territorë, si shtetë e tjera,
ti njohim se s'kemi që bëjmë, anglezët i ministri jashtëm, ti njohim shqiptarëve flamurin dhe, se ata e kanë në fakt. Pra na njohë të flamurin, deshëm në 1913, na njohëti Anglia, asi gjë tjetër, na njohëti flamurin, që është me dy krena, që është dituria Errësira, dielli hena, e pash pra burri gruaja, pra dhe burr, men, krajina e Manit. Krajina e Manit, e njerëzit mënqur. Jo rasista Napoleon Bonaparte vinë nga Manit. Po krajina e Manit në Peloponez, more, është krajinë më vete, Manit, që ka prodhuar bërthamën e popëve të Mesdheut, bërthamë e njerëzit të ndritur të popëve të Mesdheut. Dhe kalojmë kja jo, kalojmë kja kjo anglisja, po. Edhe, për shembull, një fabull, të cilën unë e kam marrë, jo fjalë për fjalë nga jo, po e kam edhe hartuar, janë 2 libra, juve mas e kishit, ose si keni, janë 10 enciklopedira të Britanisë, 10. Po i kemi dhe ju atje, bravo. Dhe këto thonë, enciklopedira thonë autor të ndryshëm, të viteve të ndryshme, po deri 1700. 1800. Nga 1800 e këtej nuk folën më për Shqipërinë dhe shqiptarët. E shikoni si thotë atje. Briti nga Albania, thotë. E që duke unis nga malet e Shqipërisë, diku Butrinda apo diku Dodon Tomor, i cili merë le në pikërisht në priftresha e Tomorit, apo të Dodonës, se Dodona në Tomor në Janin, ose ku doni, ose në Përmet, ose për mua është në Tomor. Dhe shkon dhe themelon Briti, edhe fillojmë nga fabula. Këto janë që thonë enciklopedit, nësa fabula është e tillë, dhe mitologjia, më theti mua fjalë, mi them log. Log është fjalë. Mitho, mith, më the ti. Gjushi tregon gjushit fabulë. Gjushi tregon nipit fabulën. Gjushi s'ke njën kur. Mitologjia për një pjesë madhe studiuese të botës, edhe për mua është më e vërtet, më shkencore se sa ajo që shkruhet, sepse ai që shkruan e devijon siç do pushteti. Titlivi, Straboni, Herodoti kanë shkruar sipas kanë thënë të vërteta që duhet disë të zbulosh mençurinë në të vërtetat e tyre, pra kjo është aftësia pra. Sepse ti mund të lexosh, po nuk e aftësinë nxjerrësh mençurinë nga librat, ta vërtetë. Sa libra lexohen ti mund ta referosh, thua kam lexuar Herodoti, ke marrë shprehjen. Po si faqësori. Kjo është mjeshtria dhe këtë e kanë pak njerëz. Dhe kur vjen e filloi fabulën, mitologjit. Ne na thon gjithë mitologji greke. Ndërkohë mitologjia greke 600, 500, 400, 300 deri në kohën e Aleksandrit është mbi bazën e mitologjive të popujve të mëparshëm, që janë popuj Pellaz, sepse në 5000 uni vjen një libër tjetër. I thonë ati nga Gjakova, këtë libër para thene ta bën filani, edhe vinë ke mua 2 djemtë e tij. Edhe ati lexonte mitologjia greke, titulli, 5000 uni, një faqe 3 uni, Era, Afrodita, Hades, kur Zeusi donte që vriste masi Shqiponja, që quhet Ain, Shqiponja, Ain, Ipe, Shqiponja, Ipe në Qamqe, e shkonte lartë për mesazhet, e merte Zeusi, më katarin që thoshe Shqiponja që kuj ka bërë krime faje e tjerë, e vriste Zeusi me usht, ze që ushton, basi e vriste, i thoshe vlajt, ade, bëhet a i dhe, ti e di ade, ades, ade, vlajt, ade, bëndi që tantë e varoste atë. Pra, emrat e perëndive e forcuan më shumë që mitologjia, më theti mua fjalë, vjen nga një popull hynor shumë herë më veçar, më të mëpashëm se ardhja e Greqisë në skenën e historisë. Pra mitologjia greke që vetëm këta e shkrujtën, e transformuan, bën dhe jo se bën alfabetin, po e morën ABC-n të gatshme nga Pellazgët, 1500 vjet para tyre, thot Herodoti, ABC-ja që shkrujtën Helenët për herë të parë, Iliadën dhe Homerin, e morën 1500 vjet para meje, pra 500 Homeri, 2000, po e morën nga Fenikasit, po Fenikasit janë vitin 2000, janë 1200, pra edhe kjo një gjenjeshtë, që duhet mendje ta zbulosh që kjo ABC që ishe Pellazgë, që grekët, thot i tjetër Herodoti, që kur erdhën Helenët, gjetën Pellazgët këtu në këto troje. Pra do të thotë që këta Pellazgët në këto troje, me ABC-n për kace, thjesht e mori greku, Heleni dhe shkuti ato Iliada që njifën. Falë, se të kjo foto që po shohim në libër më troqe i vëmendjen ai shkrimi që kene nënvizuar. Ja ta shohim pak full regjim. Kjo është zbulimit të tjerëve, unë thjesht që mbledh. Ndryshimi gjuhës angleze në 1000 vitet e fundit. Po, pra. Nga Shqip 800-1600, dritë, ra. Dritën me ra e? Dritë, ra, më ra mua, drita. Ndryqimi i Zordit. Lartë e ke Our Lord,
ndëqimi nga lartë, nga Zoti më ra në bithë të nenës. Zoti, po jam e dike. Duket sikur është e keq shkruar. Që ke shkruar, më e shkruar në vitin 900 kjo, pas Duket gjysma anglisht, gjysma shqip. Po ku e ke anglisht, shqip e tërë është i parë. Pastaj bëhet anglisht. Po ma drita më ra, si e do dritë sotis me qaj do t'i sot. Po pra, drita më rajet, më ra mua, në të nanës. Po ajo që kuptimi ka? Po ndëqimi nga Zoti më ra, pastaj i e merë. Po ku i ra është është? Po më ra pra ti e ke vendin nanës atje, ku Zotët shkuan, van, shkuan, lapë që sot, van. Po pra, edhe i e merë, në vitin 1100 e përkëthen qikë më ndryshë, në 1611 në King James Bible e përkëthejnë më ndryshe, dhe në 1900 e përkëthejnë më ndryshe. Lord is my shepherd, bariu im. Pra, ja ku është Shqipja, anglishtja e shkruar Shqip dhe në vitet 1000, dhe sa e Shakespeare që bëri një anglishte më të përparuar e tjerë. Pra, si punë e kësaj, më kam një dhjetë të tilla, kam një dhjetë të mbledhura. Ti thjesht e ke mbledhur, nuk është se është po bëja unë shpikën, unë ditë mbledh. Ditë përgjësoj, edhe me ndëqimi që të jepa i lartë, ditë i lidhë. Sa të duash, mos lo se do argjosh kohët e kësaj, të lexoj një pak të të sa të duash, tash do dalin artefakte që flasin Shqip, unë kam një 3000 të tilla. I kam dhe në muze, po s'kam njerëz që më ikë, kononsi, që t'i bëja shpejt e shpejt, ka që do ulem vetë, kam bërë një 2 parat, pregatitur, do të thotë 101 artefakte që flasin Shqip, volum 1, 101 të tjera, volum 2, e me radhë mund t'je një 10 volume gati, që ka mund gati, sot 1000 artefakte, që gjua Shqipe hynore, ka zbërthy, ka folur, prandaj dhe titulli i librit është gjua Shqipe. Si notat muzikore që krijojnë melodi, ajo krijon, ndërton dhe shpjegon gjogju. Ky është konkluzioni pas 40 vjetëve, sa kam 50 vjetë, 15 vjetë, i bjerë dhe më thëmë 55 vjetë, që merre me këto punë. 55 vjetë me gjuhën angleze, gjuhën Shqipe, nga me anë gjuhës angleze, mësova gjuhën Shqipe. Sepse gjuha Shqipe në atë kohë bërë, të deqara, më duke edhe në gjimnast nuk bëni, po nuk bëni mas në gjimnast, më shumë tonë. Po kam mësuar me anë gjuhës angleze, duke mësuar anglisht, frëngjisht, kam mësuar Shqipe. Pra, vim ke fablo, shpejt e shpejt. Një tejgalim të shpejt, se jemi në minutat e fundit. Mitologjia dhe mitologjia, fjalët që ti më the mua, i mitologji, tel tregojnë, tregojnë. Dhe të Mek of Askani, Mek djali Askanit, ose nephew of Enea Dardani, nepi në Dibranqe pra, my nepi im, është nep, nuk tot nibej, tot nep. E shkruan nip, e lexon nep, Dibrani. Për letë vimët, ta shu Dibrani, edhe unë kam konsultuar me dhe. Enea Dardani, Enea, Aini, Shqiponja, Enea, është Aini. Dardan, Kosovari sot, i themi ne me... Brit, djali tim, Brit, a i që bërtet, Briti, që është i djali të Eneas, Brit, e ke enciklopedia. E në shpashni pak foton tjetër e gjithë është e shkuar. When nuk është Shqip, when, grow up, rritet, row. Or increase, kre i thonë kokës, kre. Increase, rritet, po ku njeri rritet që bërë, rritë kokën, rritë shtatin, increase. Ose rritë dhe status, shtat. Ata e thonë status, pra. Status, statuja, përsa e vjenë shtatorja. Unë i them shtat. Ke lindu ditën e shtat. Pra i thua notës shtat. I thua ditës shtat, që ka lind njeriu që është formuar. I thonë shtat. Ata i thonë status. Pra i thonë një roke më tepër, unë e kam shtat, sot. Kam notën shtat, e kam dhe mënyrën e trupit notën shtat. Komandit, breti, komandoj, command. A i që komandon command. 400 Albanian Trojans, Albanian, Trojan, Troj, ata që ruajnë Troja, Troj që ruajnë. Që quhet Troj. Light armed, të armatosur leht. Light, dhe në atletika. A i që është let, a i bret, a i rend, pra light. With strong legs, strong nuk e di, ja të që pjutët, nuk e di strong, nuk e di nga ka ardhë, do shta ka ardhë nga vëndë nordike. Legs, leqet e kemre, ke leqe, with leather shoes, me këputë të lëkurta, po shoes i thonë shuallit ata, ne temi shuall, sepse këputë në fillimi ishe me shuaje, pa ne i thonë shoes, anglisht, këputë, se ishte vetëm një top lëkur dhije, dele, lope, shoes. With domestic animals,
domestic, dhome që flini bashkë. Lakaja, ngjan lakaja pa bed, ngjan pëlqimi pa bed, kryshlia. Është lakaja, shqip. Bulls, bulci është bualli. Buall. Kolc, kal. Ata I thonë mezit, kolc. Ne I themi kal, mezit kalit, ata I thonë kolt, ne I themi kal. Kolc dhe kal nuk është shumë afër. Po është kal, pra kolti është kal. Nga kal vjen kal, pa ti edhe njerë pra. Japi fiksin ndrysh. Duke shkuar këta në një vënd më verior, duke qenë më fëtot, ata I hanë fjallën. Edhe ngecet në gryk, reja kar, shkruhet car, lexohet kar, reja ngecet gryk, ajo automobili. Po edhe fjalla kar vjen nga karo, po fjalla karo në shqip vjen nga ka, që është kau, dhe rot janë rot, ata I thonë wheel rotës. Në të fjallën karocina, në italisht, karikoj, ngarkoj, e tjera, vjen nga fjalla kau, që treq, dy rota. Ose qere, është qeja, që treq, dy rota, qere. Nga këto vjen karocinë e tjera. Vazhdojmë. Mirë, profe, të fundit fare. Mos ta çojmë deri në fund se na shumë gjatë kemi kaluar kohën. Po, gjithsesi, po. Ti nuk do mërzitesh se ti do të shprap. Pyetje fundit I bëj. Këto ja bëjnë shpejt. Dhe ata ishin thirst, ata ishin të uritur, të hetur, thirst. Thirst? Po thirst. Thirsty. Nuk I themi ne thirsty, I hetur, I themi ne I thar, po mirë do të nështoj teksti, pa tjetë. Mirë, Land, toka, do bësh pyetën, land I thonë land, druri që nda është toka dikur, se ishe gjë pyll, landa ime, landa jote, land e ti, nda është land, England, Netherland, janë land është toka ti e land. Show e lot of, plot, bije peja, se është tot, e lot of, lagun, lot, Po tokës si thonë edhe ërth, profesor, si mund të përkthehet kjo? Ka kuptim tjetër ërth, ka kuptim tjetër ërth, nuk është shqipe, ka marrë nga I gjuhë skandinave, ne po themi land, England, Netherland, Deutschland, Gjermania ndahet me lande zoto, ndahet me ishte kjo land në Shqip? Land, druri. Vazhdojmë, për e pak lagun, ajo që la kemët. Pasaj, ata, shpet, po I lexoj, po them që njëra anë quhet breg, ana tjetër quhet breg. Këta e lidhen me ura quhet bridge. Dy brigje, a I tua shumës, si tua bregu shumës, I tua brigje. Ate kjo që quhet urë, nuk lidh dy brigje, këtë dy anë lumin lidhja. Brigje. Po pasaj u bë Cambridge. Po pasaj u bë breg më breg, u bë urat urbane, bën qytetin urban Londër. Po Londra është lunda që londron. Po lumi tamiz është lumi I qamëris, thjamis, që njerë thanë 6 muaj thanë dhe 6 muaj mbyste. Sepse ishte urat të rëmbyshëm në dimër. Morën e emrin e lumit tamiz nga erdhen, nga Dodona e Pirit, edhe shkuan të themeluan dhe morën e emrin e lumit e tjerë. Pa fund fakte. Pa fund fakte dhe jam sigur që gjithve u këndezur një lamp me gjithë të shërë. Brother, qështë brother? Brother, byrazeri, byrater, brother. Po mother, është motër. Brate. Byrater. Po motra, sister, I di vetë, sister, I igu dhe kjo. Pa funde, vërtet. Tiri, pyetjen e fundit. Jo, do të pyesa, profesor, në rrasë mund të më jepni vetëm një emër. Cili është shqiptari për shqiptarja më rëndësishme, pra figura më rëndësishme në gjithë historinë e Shqipërisë? Vetëm një emër. Figura? Po, për shembull është Eleni Peshkëpia, doktorantja e parë në botë, 1660. Ajo. Dora Distria është akademike e parë grua, se femër nuk e di grua në Akademinë Franceze. Nga meshkull, Vaso Pasha, akademik angles. Sepse vetëm Vaso Pasha projektoi këto që po flasim neve, I projektoi sa gjithë Akademia Franceze I bëri vetëm Vaso Pasha dhe u bë honoris causa në Akademinë Angleze. Naim Frashi, Samir Frashi, to dijen, la dy Frashi, Dajlar. Një nuk e veçoni, vetëm një. Një thashtë dhe Elena Peshkëpia. Thash gjë, nga një, dy, temë dhe tre unë. E di që ka pa fund, por faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Ne shijojmë bisedën me ty dhe gjithmonë ti e ke aftësinë në ndezësh një llampë dhe na bësh të mendojmë për gjitha këto që thua. Se vi me skepticizëm kur thua ti këto, pastaj në fund themi, po që ka të drejtë profesor, e vërtetë. Ne kemi detyrën të hiqmë errësirë.
ose pakës dritë, a little bit light, edhe get off, darkness for my back. Ma hiq më erësirë nga shpina ime. Zbulosh misteri. Dark, do e dha fjala dark. A i themi jam dark, ne? E dark. E vërtet. Dark. Ster. Me yre, steri. Është natë, ster. Terrible, është ter. Steri është ter. Terrible. I të mërshëm, terrible. Për gjithë ata që kanë interes të blejnë librat e të vjetër, botimet e reja, këtë që folëm sot gjithashtu, të gjejnë në Panajir. Në Panajir me gjysmimi, me që septem Panajir shpëndajnë dije për vlerat e kombit, nuk kemi shqitës librat. Të justifikojnë që s'kanë lekë, s'kanë li t'i marin pa lekë. Ama të dinë kush janë, ta shqiptardi. E pasaj kanë gojnë qërap për të talë profesorat, u bëngë tati. Sa gërma kanë lezuar ata, ne kemi bërë librat. Ja po ja them direkt, tyre di. Jeshtë drejt për drejt. Tati, banë gojë profesorit, për kemi 3 universitete për i dhe. Kemi lezuar 20 libra. Nuk mere mu me ata, po ta dinë kush janë ata. E ta dinë me ka la fosë. Sepse ati që bëjmë mua e bëjmë dhe për ty nesër. Kur përsh pak i dizu. Ta bëjmë, ta dina da dhe. Profe, faleminderit shumë, kënaqësi gjithmonë. Ikim shkurtimisht reklama dhe vim pas pak se kemi dhe 2 histori tjera për ju. Ikim.